kam të ftuar në një lidhje të drejtë për drejtë doktoreshën ginekologe Eglandina Dema. Doktoresha, faleminderit shumë që jeni me ne. Përshëndetje, me shumë kënaqësi. Infertiliteti, unë e thash, është një fenomen që së fundmi neve po e dëgjojmë gjithnjë e më tepër, është përhapur në masë. Pse ka ndodhur kjo? Në fakt, ne duhet si fillim të përcaktojmë termat, të bijem dakord me termat, pastaj për të filluar për të përcaktuar arsyet. Infertilitetin në radhë të parë nuk duhet ta ngatrojmë me sterilitetin. Infertiliteti është kur një çift ka marrëdhënie të rregullta të pambrojtura për një vit dhe nuk realizon dot një shtatzani të dëshiruar. Dhe këto mund të jenë për arsye të ndryshme, por në pjesën më të madhe të rasteve të rikthyeshme. Ndërsa sterilitet është kur është e pamundur të realizohet një shtatzani nga të dyja palët, pra është me çdo lloj mënyre teknik mjekësore të avancuar nuk realizohet dhe kjo është sterilitet. Për të kthyer po prap tek infertiliteti, arsyet janë të shumta dhe mund të jenë sipas faktorit femëror, gati në 30% të rasteve, faktori mashkullor, po prap 30% të rasteve, dhe mund të jetë pastaj me faktor të përbashkët ku kanë problematika të dy partnerët dhe shkaktohet infertilitet edhe në këto raste. Në fakt, ne të gjithë e dim se për të patur një konceptim, duhen dy qelizat. Qeliza vezë që vjen nga vezoret e një gruaje dhe qeliza mashkullore apo spermatozoidi që vjen nga burrat. Pra, gjysma e materialit gjenetik vjen nga gratë dhe gjysma vjen nga burrat. Dhe për të bashkuar qeliza vezë me spermatozoidin, normalisht duhet të jenë rrugët femërore, pjesa duke filluar nga pjesa e rëndësishme qoftë e qafës së mitrës dhe pastaj endometri dhe pastaj tubat dhe tek vezoret duhet të jenë të gjitha në normalitet për të funksionuar apo për të ndodhur bashkimi i këtyre dy qelizave. Kështu që ne që nga ky moment kuptojmë që faktorët që mund të shkaktojnë infertilitetin janë të shumta. Por sigurisht ka edhe raste kur asnjëri nga partnerët mund të mos ketë asnjë lloj problematike shëndetësore të dukshme dhe përsëri mund të kemi mos realizim të një shtatzanie dhe në këto situata ne njohim shumë situata jo vetëm nga literatura dhe shkenca, por edhe nga njerëz që janë rrotullnesh, që mund të kenë dashur shumë vite për të realizuar një shtatzani spontane dhe në fund është përcaktuar që nuk ka patur asnjë lloj problematike shëndetësore të dukshme fizike, por ka mjaftuar vetëm një element që është stresi dhe është element shumë i rëndësishëm dhe nuk është realizuar kjo shtatzani. Për të rikthyer pastaj tek faktorët e rëndësishëm që kanë të bëjnë me problematikat shëndetësore, ku në rastin e grave normalisht ne vim në jetë me një bazë qelizash ovocite, pothuajse 2 milion, 1 deri në 2 milion në lindje, dhe në pubertet, në fillimin e pubertetit dhe të pjesës së periodave për herë të parë apo të menarkës, ne kemi rreth 300 deri në 500.000 ovocite. Pra e shikoni se sa shumë është reduktuar numri i këtyre ovociteve apo vezëve. Me kalimin e viteve këto reduktohen, derisa pastaj në një moshë të caktuar vjen dhe menopauza ku numri i këtyre vezëve është krejtësisht i reduktuar dhe normalisht pastaj ka dhe mungesë të fertilitetit. Për të përgjigjur pyetjes tuaj, besoj është shumë e qartë në këtë lloj mënyre që mosha është një faktor shumë i rëndësishëm për arsye të mënyrës se si ne jemi të ndërtuar. Pra, vim me një bazë ovocitesh në lindje që gradualisht me kalimin e viteve bien dhe mbas moshës 35 vjeçare, ky numër i vezëve është i reduktuar dhe gjithmonë ne do flasim me probabilitete
Dhe nuk duam asnjëherë kur flasim në mënyrë shkencore dhe profesionale, ne flasim për të gjithë njerëzit dhe sidomos ato njerëz që kanë nevojë për këshillat tona, që kanë problematika, sepse në raste të rralla ne gjejmë edhe shtatzani në mosha që mund të jetë e çuditshme apo raste të rralla. Ne nuk flasim për raste të rralla, ne flasim për probabilitetet më të shpeshta dhe duhet jemi shumë të qartë për dhënien e këshillave. Kështu që mbas moshës 35 vjeç ulet edhe numri i vezëve apo të ovociteve, por gjithashtu ulet edhe cilësia e këtyre vezëve, që është shumë e rëndësishme për konceptimin e një shtatzanie të shëndetshme dhe pa problematika, sepse në moshat e avancuara ndodhin aborte spontane të shpeshta dhe ndonjëherë njerëzit nuk japin dot shpjegim, por pikërisht këto ovocite apo vezë që mund të mos jenë cilësore dhe duke pasur defekte gjenetike, kuptohet dhe produkti i konceptimit apo embrioni do të jetë me defekte dhe me probleme dhe trupi normalisht këtë produkt konceptimi e flak jashtë në formën e një aborti. Pra, me kalimin e moshës vështirësohet mundësia për të ngelur shtatzan. Njësoj si te gratë, edhe tek burrat ka rol shumë të rëndësishëm mosha, sepse mbas moshës 40 vjeç, spermatozoidet fillojnë të kenë sigurisht edhe sasi më të pakët në numër, por mund të ketë shumë e rëndësishme është dëmtime të tjera në morfologji, në lëvizshmëri, pra gjëra të tjera që kanë të bëjnë edhe me pjesën gjenetike. Kështu që duhet jemi shumë të kujdesshëm në përcaktimin e diagnozave dhe mos të kalojmë direkt, siç ka ndodhur për arsye tabush apo mungesë informacioni vite më përpara, ku një çift nuk realizonte dot një shtatzani, gjithmonë fajinja vinin femrave dhe fatkeqësisht gratë dhe vajzat merrnin mjekime të panevojshme në disa raste. Kështu që gjithmonë duhet bërë konsultë çift për të përcaktuar mirë të dy palët, nëse ka problematika tek gruaja apo tek burri dhe që të vendoset pastaj për zgjidhjen. Problematika të tjera janë gjithashtu edhe në ovulacionin apo në çrregullimet e ciklit që ndodhin shumë shpesh për arsye të ndryshme, që një nga këto është sindroma e vezores polikistike që ne e hasim shpesh kohët e fundit, edhe vajzat e reja kanë problematika që kanë të bëjnë me sindromën e vezores mikrokistike, që ka të bëjë për ta vendosur si diagnozë, duhet nëpërmjet 3 kritereve të Rotterdamit, ku duhet të jenë prezent 2 nga këto 3 kritere. Kriter shumë i rëndësishëm është përcaktimi ekografik i vezores me mikrokiste. Një kriter i dytë është çrregullimet e ciklit. Dhe kriteri i tretë, shumë i rëndësishëm, është çrregullimet hormonale që kanë të bëjnë kryesisht me rritjen e hormoneve androgjen, me gjithë pjesën fenotipike që shoqërohen nga këto çrregullime hormonale. Dhe shumë e shpesht janë ciklet anovulatore, pra kur nuk ndodh ovulacioni, dhe duke mos ndodhur ovulacioni, ne e kuptojmë që është gati e pamundur për të realizuar shtatzania në këto situata. Prandaj duhet që të vendosim diagnozën e saktë dhe të bëjmë një rregullim të ciklit, që të ndodhin cikle ovulatore të rregullta, pra të ndodhi ovulacioni. Se pa ovulacion sigurisht nuk ka çlirim veze dhe sigurisht nuk mund të ndodhi shtatzania. Një arsye tjetër shumë e rëndësishme është endometrioza, që në një kongres të para një jave ndërkombëtar të ginekologjisë u përcaktua me të dhënat më të fundit që endometrioza fatkeqësisht po shtohen rastet edhe te vajzat e reja. Kështu që duhet të gjithë bashkë në komunitetin e mjekëve specialistë të bëjmë përpjekje për të vendosur diagnoza të sakta. Dhe kuptohet, kjo do eksperiencë dhe sigurisht duke u updateuar me të dhënat e fundit. Pra endometrioza përveç shqetësimeve që jep në dhimbjet gjatë ciklit dhe dhimbjet duke
prishur cilësinë e jetës, ka ndikim edhe në infertilitet.